në zgjedhje, ka mundësi që të kemi më pak se 30% të qytetarëve që do t'i përgjigjen votës. Në këtë mënyrë po dënohen të gjitha subjektet politike, u dënuan edhe në të kaluarën, pra edhe në zgjedhjet e kaluara, dhe nuk është më interesi askujt përveç i atyre politikanëve anarkistë që kërkojnë anarki në vendin tonë. Ndërsa të tjerët nuk kanë interes që të shkojmë në zgjedhjet të reja. Unë mendoj se zgjedhja e presidentit ka pasur mundësi të zgjidhet edhe në kohën, pikërisht në kohën kur i ka kaluar zonjës Osmani. Mirë po ka munguar vullneti politik. Nuk ka të bëj vetëm me vullnetin politik, ka të bëj me emrin e personit i cili... Pikërisht vullneti politik, se nëse është vullneti politik, emri i personit do të gjendet. Kosova ka personalitetet mjaftueshme që sot mund të jenë president, që ka nga shoqëria, kjo është të kërku për momentin nga lëvizja vetëvendosje, nga shoqëria civile, kemi nga universiteti, kemi nga akademia, ka njerëz të mjaftueshëm në Kosovë që sot mund të jenë, po ka edhe nga diaspora njerëz që mund të vinë të jenë. Është shumë e vërtet pajtuar plotësisht që ka njerëz. Po pse një gjë të tillë nuk e bëri lëvizja vetëvendosje, pra në kohën kur e kishte qeverinë dhe nuk kishim nevojë të shkonim të bënim edhe 2 palë zgjedhje të tjera. Sepse nuk janë ofruar emra të cilët janë ashtu si tha dhe ti, njerëz të pranueshëm për të gjithë deputetët të cilët janë të zgjedhur në Kuvendin e Kosovës. Tani e kemi rastin që ka mundësi që... Rasti ka qenë atëherë? Jo. Ka qenë çdo herë. Tash e kemi rastin, a ka mundësi vetëm ta kryej. Tash e kemi rastin kur për shembull zonja Osmani mund të del si kandidate, mirë po deputet të lëvizjes vetëvendosja janë deklaruar që nuk kanë vot për zonjën Osmani. Prandaj është duke u kërkuar një figurë politike e cila i merr votat e të gjithë aktorëve, për atë është duke u kërkuar një koalicion. Prandaj mirë e thatë që ka njerëz edhe të shoqërisë civile, ka njerëz edhe nga diaspora, ka njerëz edhe këtu në Kosovë që mund t'i kenë ato 80 vota. Për atë janë duke bërë këto negociata që të vjen një emër në tavolinë i cili i merr të gjitha votat dhe në të njëjtën kohë ai i cili i merr të gjitha votat, LDK-ja mund ta ketë mundësinë që të hyjë edhe në qeveri dhe ta votojë atë person. Kjo është qëllimi i lëvizjes vetëvendosje. Sikur të ishte vullneti politik, një gjë e tillë ka mundur të bëhet edhe më herët. Mirë po që nuk është bërë, kemi kaluar zgjedhjet, por ka pasur mundësi të tjera pra që të mos